Publikimi më i fundit i miliona faqeve nga dosjet e Jeffrey Epstein të Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka rihapur një nga pyetjet më shqetësuese që rrethojnë pedofilin e diskredituar, jo vetëm se kush i mundsoi krimet e tij, por edhe nëse qasja, mbrojtja dhe jetëgjatësia veprimtarisë së tij ishin të lidhura me inteligjencën dhe pushtetin shtetëror, veçanërisht me rrjete izraelite. Ndërsa marrëdhëniet e Epsteinit me presidentin amerikan, miliarder dhe antar të familjeve mbretërore janë dokumentuar prej kohësh, paketa e re e dokumenteve vë tekst të ripërtrir mbi lidhjet e tij jashtëzakonisht të ngushta me elitën politike, të inteligjencës dhe diplomatike të Izraelit, veçanërisht me ish kryeministrin izraelit Ehud Barak. Sipas dokumenteve të cituara nga agjencia Anadolu dhe CNN, Barak dhe bashkëshortja e tij, Nili Priel, kanë qëndruar disa herë në apartamentin e Epsteinit në New York, midis viteve 2013 dhe 2017. Korrespondenca me e-mail e publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë tregon koordinim rutin logjistik që përfshinte asistenten e Epsteinit, Leslie Groff, përfshir rregullime, pastrimi, përmirësime teknologjike dhe planifikim udhëtimesh. Barak ka pranuar se e njeh Epsteinin që nga viti 2003 dhe ka konfirmuar se ka mbajtur kontakte edhe pas dënimit të Epsteinit në vitin 2008 për sigurimin e një të mituri për prostitucion. Ai ka mohuar vazhdimisht se ka qenë dëshmitar apo pjesëmarrës në ndonjë veprimtari kriminale. Megjithatë, vëllimi dhe normaliteti i korrespondencës, vite pasi Epsteini ishte regjistruar si shkelës seksual, kanë ringjallur shqyrtimin publik mbi natyrën e marrëdhënies së tyre. Edhe më nxitse janë zbulimet e përfshira në një memorandum, Epsteini punonte me inteligjencën izraelite dhe besohej se ishte një agent i Mossadit. Memorandumi më tej pohon se Epsteini ishte i afërt me ish kryeministin e Izraelit, Ehud Barak, dhe sugjeron se Epsteini ishte trajnuar gjatë periudhës së Barakut në udhëheqjen izraelite. Ndërsa memorandumi nuk përbën gjetje gjyqësore dhe përfshinin referenca, herë me shaka, herë mbrojtëse ndaj Mossadit, përfshir një mesazh të vitit 2018, me të cilin Epsteini i kërkonte Barakut të sqarojë publikisht se Epsteini nuk punonte për inteligjencën izraelite. Dosjet rikthejnë gjithashtu në vëmendje marrëveshjen gjyqësore të Epsteinit në Florida në vitin 2008, e përshkruar gjithsesi nga kritikët si një marrëveshje e artë. Sipas dokumentacionit të FBI-s, prokurori i atëhershëm Alex Acosta thuhet se ishte thënë se Epsteini i përkiste rolin e lëvizjes ultra-ortodokse Chabad Lubavitch, duke përshkruar atë si politikisht me ndikim dhe të lidhur ngushtë me ideologjinë e ashpër të kolonëve izraelit. Kushneri identifikohet si mbështetës i kësaj lëvizjeje. Këto pretendime mbeten të paprovuara në gjykat, por prania e tyre në regjistrat zyrtar të FBI-s ka shtuar kërkesat për transparencë lidhur me ndërthurjen e inteligjencës, ideologjisë dhe pushtetit politik. Emailët e publikuara në dosje sugjerojnë se Epsteini e shihte Izraelin jo vetëm si një lidhje personale, por edhe si një mjet gjeopolitik. Në një mesazh, Epsteini pretendonte se i kishte këshilluar kryeministin indian Narendra Modi për një vizitë në Izrael me qëllim forcimin e lidhjeve me Washingtonin. Qeveria indiane i ka hedhur poshtë këto pretendime si meditime të pavlera. Dokumentet tjera sugjerojnë se Epsteini u përpoq të ndërmjetësonte takime të nivelit të lartë që përfshinin zyrtarë izraelit, elita të gjirit dhe ndërmjetës të pushtetit perëndimor, duke përforcuar portretizimin e tij si një ndërmjetës informal që vepronte përtej kanaleve normale diplomatike. Mes fokusit mbi rrjetet elitare, të mbjetuarit abuzimit të Epsteinit kanë kritikuar ashpër mënyrën se si Departamenti i Drejtësisë e ka trajtuar publikimin e dosjeve. Gati 20 të mbjetuar nxorën një deklaratë përbashkët duke thënë se identitetet e tyre nuk u mbrojtën mjaftueshëm, ndërsa identitetet e abuzuesve të dyshuar mbeten kryesisht të fshehura. Avokatja e drejtave civile, Gloria Allred, e përshkroi publikimin si një shkatrues dhe akuzoi autoritetet se kanë prioritizuar mbrojtjen institucionale mbi dinjitetin e të mbjetuarve. Ajo që i dallon lidhjet e Epsteinit me Izraelin nga kontaktet e tij të tjera elitare nuk është thjesht afërsia, por vazhdimësia, një marrëdhënie shumë dekadëshe me figura politike dhe të inteligjencës izraelite, referencat përsëritura ndaj Mossadit në dokumente zyrtare amerikane dhe një model mbrojtjeje të jashtëzakonshëm ligjor. Asnjë gjykat nuk ka provuar se Epsteini veproi në emër të inteligjencës izraelite, por grumbullimi i dokumenteve, emaileve, memorandumeve dhe anomalive në marrëveshjet gjyqësore
e bën të pashmangshëm një përfundim. Epsteini nuk veproi si një grabitçar i vetëm, por brenda një ekosistemi të mbrojtur ku inteligjenca, parat dhe pushteti politik ndërthureshin. Ndërsa miliona faqe tashmë janë publike, pyetja e pazgjidhur nuk është më nëse Epsteini kishte miq të fuqishëm, por nëse marrëdhëniet e inteligjencës të sugjeruara në këto dosje shpjegojnë pse krimet e tij u toleruan, u fshehën dhe u vonuan për kaq gjatë.